kam dëshirë këtë fjalim të hoxhës me dëgju çdo kush i cili mendohet ave ta braktisi fenë islameve se feja arabëve është kjo. Kjo nuk është e shqiptarëve, kjo duhet mu bë katolik, duhet me shku se Evropa na pranon si katolik, e harrojnë vdekjen. Për ty shkon kjo, për ty, kjo video shkon për ty. Andaj dëgjoj me vëmendje. Jo me inat, jo me mlef, po shtroje pak kështu aty, qetësohu, dëgjoj me vëmendje. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë: Raditu billahi rabben, ve bil islami dinen, ve bi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam nabiyin. 3 herë në mëngjes, 3 herë në mbrëmje. Jam i kënaqur që Zoti im është Allahu. Jam i kënaqur që feja ime është Islami dhe jam i kënaqur që pejgamberi im është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Vazhdon pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam, thot kush e thot këtë në mëngjes dhe në mbrëmje 3 herë, është obligim i Allahut që ta kënaq atë në ditën e Kiametit. Obligimi i Allahut ka marrë përsipër Allahu. Obligim, do më thëmë, obligimi ne kena ndaj Allah, jo Allah ndaj neve, e ka më përsi, me kënaq ditën e Kiametit, ditën e të mërshme, ku shumë veta kanë me qenë të pikluar, ai i cili e thot 3 herë mëngjes dhe mbrëmje, dhe ka si bindje kuptohet, do të jetë i kënaqur prej Allahut. Vazhdo xha. Po. Kjo hadith, po ashtu edhe kjo hadith është shumë është madhështor. Kush e thot këta 3 herë, raditu bilay rabbe, wa bil islami dinen, wa bi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa rasulan, jam i kënaqur që Allahun e kam për Zot. Edhe ta ketë me bindje dhe me kuptim të mirë. Unë jam i kënaqur, nuk kam dyshim, nuk e baj me mërzi, po e baj me loçkën e zemrës, Allahun e kam pranuar si Zot. Pastaj vazhdon Islamin si sistem, si ideologji, nëse më me thonë, si filozofi, Islamin, as kanë tjetër, me këta mi kënaqur dhe keq kam i rekomandon, unë i baj me kënaqësi dhe me gjokësën më të hapur, sikur që thave, shtrirë dhe gjarë, edhe Muhammedin e sam e kam pranu si lider dhe si pres, kush e thot këta, mëngjes dhe mbrëmje, e thot me bindje thedh, Allahu ka për ta kënaqur, madje thot Allahu, ja baj obligim vetës. Qëre? Fars. Ja baj fars vetës. Kush jemi ne, me na bë Allah i fars. Ama ja ban. Ama e ki thoni fjallë që këshire, që e ki detyrua Allahun me thonë se kam për të kënaqur. E që ka në kuptonë Allah kam për të kënaqur? Po më automatizëm nuk i dhrohet. Po nëse nuk i dhrohet Allah me tyje, që i bie finishi gjenetin. Këshira ma është mirë më nashire, jam i kënaqur, nuk e bajone me imponim këta. Nuk i kam unë me trashegim unë e këta. Me kanë trashegu. Jo, unë jam i kënaqur që Allah në kam zot. Se duke i po krejt ato të mirët që unë i shoh, pi përjetoj. Po si më mos më koni kënaqur bati. Kush? Një mirësi të mirë që më jep një shef dhe një drejtor, unë me sa duket i bona rob dhe mirënjohës te funjetës. Një të mirë, një far thua një far benefiti, po Allah i madhëruar që i shohim me syt, i përjetojmë, edhe ngjena ket, edhe unë jam i kënaqur ta. Nuk e baj me imponim, nuk e baj as me trashëgimi, po e baj me zemër të hapur që Allahun e kam zgjedh si Zot vet të vetmin, as kanë tjetër. Edhe kjo thash, këtë ka lidhe kuptimi, ku ta thush, thuj me kuptim. Thuj me kuptim. Në momentet që e thu, le t'jenë prezent këtë ato kuptimet të kësaj përmendjes, e më automatizëm s'ka dyshim se shpërlimi vjen si merite asaj që e ke thonë me binje në Allahun xhaleshanu. Hadithi madhëshor. Kjo bëhet edhe në disa raste, bëhet edhe mas ezanit, ka disa ditë edhe mas ezanit. Dhe kush e thot këta? Vetëm se Allahu ka për ta kënaqur ata. Me transmetin vetëm se Allahu e ka bërë obligim vetes për me futur njërin në xhenet. Edhe shumë vlera dhe mirësi tjera që delshesh dhikri kësaj. Dvogla janë, këshire? Dvogla, mi për përmendjen e ka të madhe. Shumë është e vogël, ama përmendjen e ka ari, flori, e ka me peshë dhe me vlerë të madhe. Zoti im është Allahu, feja im është Islami, pejgamberi im është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Kjo faktikisht edhe përgjigjet në varë që do t'i japim. Bravo. Çështja është shumë serioze. Ai i cili nuk i ka, më fal që vende prej ose. Ai i cili nuk i ka pas këto 3 parasysh. Kena me vdekje me një ditë. Frikë është vdekja, afër është vdekja. Do të thonë nëse nuk ka ato që i kanë bërë ka 30-40 vjet, nuk mundin me jetu ku me ditë sa auto. Shumë avan. Ama shkosh më interesant se këshire po të paralajmëron në varr. Këshire tash. Mo të paralajmëru doni profesor. E thot, nesër do të bërën test kjo pyetje. Pa, diçka për neve është.
dy beshkash një premje e madhe për neve, e i di, me gëzime në madh, ama nuk tregon kur. A i thot po, prej kësaj faqe, kësoj, ka me pos pyetja në këtë material, ama nuk tregoj. Ndërsa Allah po tregon para kuha. Në varë, kemo vetë për namazin, varë, 3 pyetjet, edhe akoma i neglizhon, akoma je, e di përgjumsh, akoma kur nisen, atëre vetëm se ti duhet goditje madhe. Po të paralajmëron, këto ka më të vetë, s'ka rrugë dalje tjetër, që to ka më të vetë tyje. Nuk ka diçka. Ai cili nuk e ka ndi vetin se Zoti i ty është Allah, thot për mua nuk jam arab ne. S'është Allah. Nuk e ka një që feja islame është feja e vet, ka thonë. Kushtetut ati, ja. Unë kam sisteme tjera kushtetut. Feja ime shqiptaria ose feja ime tjetër kush. Ai cili thot profeti im nuk është Muhamedi, kush është ai? Për mua është lider Enver Hoxha ose kush? Ismail Kadareja. Ismail Kadareja po. Ai, nëse vdes me çdo bindje, rrezik është apo sipas Allahut, sipas Kuranit dhe Sunetit, gjithmonë ne flasim sipas. Ne fola me parametrat fetare në kuadër edhe në kuadër të Islamit. Jo çefi i Hoxhës. Po na dhe themi, po dhe kena bindje këta. Nuk e thonë në atë kuptimin me çu diçka i nati. Unë kam me bindje baj këta. Këtë manifestim, unë madje adhuroj Allahun në këtë formë. Sa ai cili thotë këta. Jo që unë e marrë rolin e Allahut, asasi, po foli në ata që Allahu na i ka zbrit në librin e vet, edhe në përmet të dërguar Allahut, se ai cili nuk vjen me këto përgjigje dhe me këto koncepte, ish mos nisat. A dhe? Mirë për aj, mos kofshan lëkurën e ti. Allah i të shpërlesh, shumë mirë e thave. Mos kofshan lëkurën e ti. Shumë mirë e thave. Komentet vinë, a mos keni qenë jo ati ku pi dini këto. Po, o zotni, me qenë aty, atëre nuk ka vlerë besimi, atëre jam... Aja është ditori informat. Nësa besimi dhe thonë, iq pa e po ti ta besojsh në përmjet formave që janë hynore, ose në përmjet Koranit, ose në përmjet të dërgurit ty. Pas e ne themi, unë s'kam shku po, ka shko njërë që është më i mirë dhe më i besu shumë se une, i dërgur Allah të ka i në dhe në gjenet dhe në gjenem. Prandaj unë jam besimtar, pse e besoj. Në kam besimin tek pejgamberi, unë me pasku të vetë jemi ndosha, kisha lënë far hapësirë dyshimi. I dërguar Allah të ka hinë është fut në xhenet dhe xhenem, edhe pastaj në natën e Miraxhit mëngjes na i ka tregu detajisht kështu kanë po. Ai që ka bë këtë vepër të shëmtuar dhe këtë ves skeç e kanë po atje. Ai që ka bë këtë punë dhe këtë projekt të hajrit i kanë po në xhenet. Kush ka shku? Allah me këto e legenda. Aq mas kena mbetna se shqiptarët edhe me kësi gjona, kush ka shku kësi gjona? Po na kuma disa gjona ish pa i po, pi besojmi bre, na e besojnë në shkencën po, oksigjenin a e besojmi, po s'pe shofmi, po se oksigjeni është pjesë e shkencës. Çka po vjen nga shkenca, na po duhet me besu, edhe nëse nuk e shofmi, ndërsa çka vjen nga feja religioni islamit, po duhet me dyshu. Shumë e këto edhe me shku edhe mu kthi këto prap nuk do të besojnë.